Mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi që ka akuzuar prokurorinë specializuar në Hag për mos respektimin e afateve ligjore në publikimin e materialeve për dëshmitarët e parë të procesit gjyqësor. Sipas avokatit Luka Mishetić me 4 korrik, mbrojtja kishte kërkuar që prokuroria t'i siguronte të gjitha materialet për listën e 21 dëshmitarëve në afatin e fundit me 21 korrik 2025. Megjithatë, vetëm një pjesë e vogël e dokumenteve, rreth 500 artikuj, u publikuan brenda afatit, ndërsa 2/3 e materialeve u bën publike shumë më vonë, kur përgatitja e dëshmitarëve të parë ishte përfunduar. Me 11 shtator, ditën kur palët u njoftuan për rendin e dëshmitarëve të procesit të 15 shtatorit, prokuroria publikoi disa materiale shtesë që lidhen me 2 dëshmitarët e parë, duke krijuar sipas mbrojtjes një avantazh të padrejtë në favor të akuzës. Avokati Mishetić ka deklaruar se këto veprime të prokurorisë përbëjnë një taktik për të peguar mbrojtjen dhe për të fituar avantazh në proces, duke shkelur detyrimet ligjore për transparencën e materialeve gjyqësore. Mbrojtja e Thaçit e konsideron këtë sjellje të prokurorisë si një pengesë serioze në drejtsinë e procesit dhe thekson se çdo monezë mund të ndikojë në barazinë e palëve para gjyqit.